Grupe të angazhuara për informimin e qytetarëve për legalizimin e pronave të tyre u pan gjithandej nëpër Prishtinë duke njoftuar qytetarët për rrjedhjen e këtij procesi. Selia ishte në sheshin Zahir Pajaziti, aty ku erdhën edhe Ministri i Planifikimit Hapësinor dhe i Mjedisit, Ferit Agani dhe kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, të cilët gjithashtu u angazhuan që të shpërndajnë broshura dhe të informojnë qytetarët se si duhet të mbushet aplikacioni për legalizim. Ministri Agani me këtë rast bëri të ditur se afati i fundit për regjistrim të pronave do të jetë 5 shkurti i vitit 2015. Është një procedurë e papagesë. Qose këto nuk regjistrohen deri me 5 shkurt, atëherë do të ketë probleme të jashtëzakonshme në periudhën e ardhshme, nëse qytetarët dëshirojnë që të legalizojnë këto prona, të cilat janë të ndërtuara para 30 gushtit të vitit 2013, kur është bërë inqizimi aerometrik, pra është bërë inqizimi nga ajri i gjitha pronave në Republikën e Kosovës. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti ndërkaq bëri të ditur se nëse nuk respektohet afati i përcaktuar për regjistrim, do të vështirësohet mundësia për legalizim. Do të vetë potencohet që çdo objekt që nuk futet në listën e ndërtimeve pa leje, automatikisht hyn në listën e rënimit. Dhe aty pastaj nuk ka mundësi që të dilet nga ajo listë, pra kur e publikojmë dhe shihni se nuk janë në listë, që jeni në një ndërtim pa leje, atëherë është mirë që të lajmëroni menjëherë në komunë. Bëhet ditur se më 16 shtator të këtij viti nisi aplikimi për legalizim, që do të zgjasë deri më 16 mars të vitit 2016. E tani për këtë çështje pra bisedoj me Libur Naliun, edhe njerë po e përmend drejtorin e urbanizmit në komunën e Prishtinës. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmëngjes, mirë se gjej. E dim se në Kosovë ka nevoja të mëdha për regjistrime më pas edhe për legalizim të objekteve pa leje. Ka shumë objekte pa leje të cilat janë ndërtuar që nga pas lufta. Sigurisht keni edhe ju evidenca ndoshta të parafërta, kuptohet jo të sakta, por jeni të vetëdijshëm se ka bukur shumë. Po në Prishtinë konsiderohet se mund të jenë dikon rreth 20 deri 25.000 njësi banimi, pra 15.000 objekte të ndërtuara pa leje. Këto janë ndërtuar për gjatë viteve, sidomos vitet e pas luftës. Dhe në fund të vitit 2013 në Kuvend ka kalu ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Nga shkurti vitit 2014 ky ligj është në fuqi. Pastaj në qershor kemi marrë udhëzimet administrative, kemi marrë shtatorë ortofotën, jemi në hartimësi për të regjistrit të ndërtimeve pa leje. Dhe është koha kur qytetarët duhet të vinë edhe të regjistrojnë ndërtesat, objektet që i kanë ndërtuar pa leje, të vinë të regjistrojnë në mënyrë që pastaj ky regjistër të bëhet publik, të kenë mundësi për ankesa dhe në shtator fillon faza e aplikimit për legalizim. A është kohë e shkurtër deri në shtator që të bëhet regjistrimi? Mendojmë që është kohë mjaftueshme. Komuna Prishtinës deri më tani i ka regjistruar rreth 7.000 objekte. Po ashtu kemi bërë regjistrimin e të gjitha ndërtesave me leje, të gjitha lejeve të dhëna. Pra këto lejet që janë dhënë në komunën e Prishtinës. Ndërtimet e reja, do thotë. Po flas më për të reja apo për të vjetrat. Prej viteve 40, 40, do të pas luftës dytë botërore këtej. Të gjitha lejet e dhëna që janë dhënë, kemi gjurmuar për arkiva, i kemi nxjerrë të gjitha dhe i kemi regjistruar, i kemi evidentuar në një databazë grafikisht në hartë. Dhe tash i kemi të identifikuar të gjitha objektet me leje. Po ashtu rreth 7.000 objekte deri më tani pa leje që janë të evidentuara dhe do të vazhdojmë të identifikojmë dhe të evidentojmë të gjitha. E mira është që qytetarët të vinë dhe të regjistrojnë ato. Është një procedurë e thjeshtë, është një formular i thjeshtë që vinë për pak minuta e përfundon një formular dhe ajo regjistron. online nuk mund të shkarkohet, duhet patjetër deri që më të tani vinë. jo, duhet të vinë në komunën e re, së shpejti do të mund ta bëjmë një shërbim edhe në komunën e vjetër. Pra qytetarët që vinë në komunën e vjetër mund ta marrin spaku formularin atje. Do ta bëjmë këto ditë. Ndërsa regjistrimi bëhet në komunën në ndërtesën e re të komunës këtu në lagjin Arbria. Po nëse mundën ndonjëherë afatin ta jepni edhe pse është deri më 5 shkurt është afati i regjistrimit. Pastaj në mars ky regjistër publikohet dhe do të ketë kohë edhe për ankesa. Po ata të cilët nuk arrin, apo ndoshta duket sikur një trempak, një panike atyre të cilët e dinë se veç i kanë ndërtimet pa leje. Ne inkurajojmë të gjithë që të vinë dhe të regjistrojnë ato. Pra, kohë ka, është procedurë mjaft e shkurtër. Pa pagesë, po ashtu? Pa pagesë. Dhe qytetarët do të kenë mundësi që ndërtimet të cilat i kanë bërë
t'i legalizojnë. Nëse duhet që një pronë, një ndërtim pa leje të shndrohet në një pronë të mirëfillt, pra një apartament të shndrohet në një banesë, të shndrohet në një pronë të mirëfillt, ai duhet të qitet në kadastër, të regjistrohet në kadastër. Por më regjistru në kadastër ai duhet të jetë me leje. Këto ndërtesat pa leje që kanë qenë deri më tani, nuk kanë pas mundësi të regjistrohen në kadastër. Tani ka mundësi. Pra qytetarët mund të vinë dhe të aplikojnë, fillimisht t'i lajmërojnë ato, të regjistrojnë ndërtimet pa leje, pastaj të aplikojnë dhe të legalizohen. Duhet them që përgjithsisht ligji, kur themi ligj për legalizim, ka ligj për legalizim, kjo i bie që në start të amnistohet të tërë puna që është bërë deri më tani me të gjitha shkeljet e bëra. Dhe madje qytetarët të cilët kanë ndërtuar pa leje do të jenë të privilegjuar në raport me ata që kanë ndërtuar me leje. Këtu kemi pasur diskutime, debate në kohën kur ka qenë edhe si të privilegjuar ata të cilët kanë shkel. Pikërisht për shkak se tani këta qytetarë e kanë taksën më të ulët. Normalisht taksa ndërtimit përfshin në vete taksën administrative, taksën densitetit dhe taksën infrastrukturës. Kjo taksa infrastrukturës tani hiqet. Pra kur bëhet fjalë për ndërtimet për legalizim, atë taksa infrastrukturës hiqet dhe këta qytetarë do të paguajnë më pak taksë se sa që do ta bënë në mënyrë të rregullt. Po ashtu një element tjetër shumë i rëndësishëm që duhet të ceket është që po ishim 5 arsye të cilat edhe ju i keni përcaktuar. 5 arsye pse duhet të bëhet legalizimi. Po unë desha ta përmenda një gjë se shumë qytetarë hezitojnë se nuk e kanë të zgjidhur pronën, por kanë konteste pronësore. Ka lagje të tana tek ne ku disa shtëpi ta zëm janë në një parcel, ka parcela që është në emër të një personi i cili ka vdekur para 30 vjetëve, dhe tash duhet të kthehet në emër të tij kështu. Këto tani më nuk do të jenë pengesa për legalizim, sepse ligjet legalizimit të intereson objekti. Ne duhet ta legalizojmë objektin, dhe për ta legalizuar objektin duhet ta marrim parasysh çështjen e sigurisë së qytetarit. Kriteret të cilat ky është kriteri bazë. Kriteri bazë që është siguria e qytetarit, pra që objekti të jetë i sigurt për të jetuar në të. Po ashtu janë elementet e kushteve urbane, të cilat janë të përcaktuara me plane, ligji bën lehtësira dhe toleranca në këtë aspekt. Por kemi shumë lagje ku mund të themi janë në kundërshtim me kriteret e planit, por prapë ato do të legalizohen. Përpos në rastet kur ato bën vërtet pengese zhvillimit të qytetit, përpos në rastet kur ato janë në toka komunale, janë rastet ekstreme ku nuk do të mund të legalizohen. Të gjitha këto objekte që regjistrohen automatikisht futen në trajtim. Ato që nuk regjistrohen në mënyrë automatike futen në listë për rënim. Sipas ligjit, ekziston edhe lista, fillimisht ndërtohet lista e regjistrit të ndërtimeve pa leje, në fund do të ndërtohet regjistri i ndërtimeve të cilat do të rënohen, lista e objekteve për rënim. Këtu në këtë listë futen së pari objektet për cilat nuk është aplikuar fare. Edhe nëse përmbajnë kriteret para për ta me këto të tjerat. Përmbajnë apo jo, sipas ligjit, ato të gjitha futen në listë për rënim dhe tjetra është që pasi që të trajtohen, mund të ketë objekte tjera të cilat nuk legalizohen për shpërndarje një arsye tjetër, ato mund të futen në listë për rënim. Por a ka shumë po flasim në Prishtinë, duke ditë që ju i keni vëzhgu dhe e dini do të thotë si është ndërtuar Prishtina, sidomos pas luftës. A mendoni se do të ketë rënime të shumta? Nëse flasim për komunikimet, nëse i marrim parasysh rrugët, planet urbane dhe rrugët që do të ndërtohen, ka objekte të cilat do duhet rënohen. Po ato janë në krahasim me numrin e përgjithshëm në jashtëzakonisht pak. Dhe përveç asaj, edhe objektet të cilat nuk do të legalizohen dhe futen në listë për rënim, nuk do thotë që rënohen me njëherë. Ato rënohen me kohën, varësisht prej zhvillimit të urban që do të bëhet. Sepse në ligj nuk specifikohet afati i rënimit. Specifikohen vetëm që ato futen në listë për rënim. Është me rëndësi që të vinë dhe të aplikojnë qytetarët, sepse në start e eliminojnë mundësinë e parë që ato të futen në atë listë, sepse mund trajtohen. E në anën tjetër kriteret e legalizimit janë mjaft liberale. Pra është mjaft inkurajuese i tërë ligji për qytetarët të cilët e kanë rastin tani të legalizojnë dhe të shndrojnë në pronat mirëfillta ato pronat e veta ndërtimet të cilat i kanë bërë. Ta zom, ka shumë qytetarë që kanë dhënë kursimet shumëta për të blerë ndonjë apartament. Dhe ajo banesë është pa leje. A ka shumë në Prishtinë banesat të cilat janë pa leje? Ka, dhe tani është rasti që të legalizohen ato.
Sepse zakonisht kur bashkëbisedojmë me qytetarët, me miqtan, zakonisht do të thuhet se banesa është me leje. Mirë po në këto raste, a i din këta banor, apo marrin informacione të gabuara, ndoshta dhe kontrata falso nga pronarët? Mund të ketë edhe mashtrime. Këto mashtrime do të jenë sepse vështirë që dikush do ta blejë një banesë kur e di se është pa leje. Pikërisht, pra, duhet të jenë subjekti i gjykatave këto. Ne kemi inkuraju çdo herë qytetarë që të vinë dhe të marrin informacion konkret për tokat cilat i kanë, për apartamentat që duan t'i blejnë. Le të vinë, le të pyesin, praktikisht spaku, le ta marrin informacionin bazë para se të veprojnë. Mos të veprojnë e pasaj të vinë të thonë tash me kom blej banesën. Nuk ka ndodhur shumë rrallë. Tani vinë. Tani nëse shikojmë në komunën e Prishtinës për vitin 2014, informimet e lëshuara që i ka lëshu komuna e Prishtinës në raport me një vit para prak është 4 fishim. Po, por ka pas ndërtimet shumëta do thotë deri tash që 15 vjet do thotë pothuajse Prishtina është stërngarkuar me ndërtime. Është shumë fishu numri i kërkesave të qytetarëve për informata, për qasje dokumenta zyrtar, sepse i është hap komuna, i kemi hap në dyrt, për ata do të kenë mundësi të vinë të marrin informacion, ama tash dhe ta kenë qartë që a duhet pra të aplikojnë për legalizim a jo. Edhe një çështje që ju interesojnë qytetarëve, do thotë ata të cilët kanë prona, qoftë shtëpi, lokale apariste, apo ndonjë pronë tjetër që e ka ndërtuar është vetëm një pronar dhe din se e ka ndërtimin pa leje është e lehtë. Por ata banorë të cilët jetojnë po e zëm në banesa kolektive, ku është një pronar ndërsa ata kanë blerë banesat nga një apo dy pronar, varësisht sa janë. Kush duhet të konkuroj për legalizim? Vetë banorët apo pronari i një ndërtese të tërë? Për një ndërtesë, nëse vetëm një apartament legalizohet, shpëton nga lista pronim e tërë ndërtesa. Si mund të legalizohet vetëm një? Po tash, a vjen aplikon për legalizim. Nëse shohim që për një apartament ne duhet ta trajtojmë ndërtesën. Trajtohet ndërtesa dhe nuk hiqet, nuk futet në listë për rënim. Po jo domosdoshmë që ata shpëtojnë. Pra ata duhet vinë ta legalizojnë, sepse nuk kthehet në kadastër pa e kalu procedurën e legalizimit. Po, për kompetencë kuj duhet të jetë kjo? E vet banorëve apo e pronarit? Ka raste kur nuk është pronari. S'është më pronari. Ke dim rastet konkrete kur pronari nuk është këtu. Sepse kanë ardhur investitorë të ndryshëm, kanë ndërtu banesën pa leje, kanë ikë, nuk dim ku janë, i kanë shit ato banesa, tash pronarët që jetojnë nëpër banesa ata duhet vinë të aplikojnë. Pra, edhe individualisht, më mirë do të ishte në grup, po edhe individualisht është në rregull plotësisht që të aplikohet. Mirë, për fund edhe një herë, do thotë komuna e Prishtinës ka kritere, do thotë jo të ashpra, siç thuhet ndonjëherë, që prej se kanë ardhur nga pushtet, po mendojmë për rënime të shumta, kështu që do të punoj do thotë në favor të qytetarëve dhe do të legalizoj në përgjithësi edhe ndërtimet pa leje vetëm aty ku s'bën. Po. Ne synojmë që s'pare të zbatojmë ligjin dhe të punojmë në favor të qytetarëve. Edhe aktualisht, pra, është ndërtu kësaj çfarë është ndërtu sepse ka pas çdo herë kriteret ato nuk janë respektuar. Pra tani po legalizojmë sepse nuk është zbatuar ligji. Kriteret kanë ekzistuar edhe më herët. Kanë mund të mos jenë të rënda. Sot kriteret e planeve janë shumë liberal. Unë personalisht nuk pajtohem me to. Mirë po, ato çfarë janë, i zbatojmë. Ne tani nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm zbatojmë ligj. Zbatojmë kriteret e planit të miratuara nga kuvendi komunal më herët që ka ndodhur. Dhe e njëjta është edhe për ligjin e legalizimit. Është ligj i votum në kuvendin e Republikës Kosovës, janë udhëzime administrative që na vijnë nga ministria dhe të cilat ne i zbatojmë. Pra ne i zbatojmë ligjin. Toleranca apo jo është definuar, është e shuar. Po pati hapësirë për tolerancë, natyrisht do të jemi tolerant. Dhe sot jemi tolerant. Në maksimum. Po ligjet i përcaktojnë kriteret dhe i përcaktojnë kufijtë. Edhe një pyetje për fund, edhe pse do të thotë ju jeni drejtori urbanizmit për komunën e Prishtinës, por kjo procedurë e legalizimit vlen edhe për komunat e tjera? Është e njëjta vlen, është ligji, është për të gjithë Kosovën, kudo në tërë Kosovën, në të gjitha komunat qytetarët duhet të shkojnë në komunën e vet, në komunën nëse objekti gjendet në territorin e komunës, në atë komunë duhet shkohet të aplikohet për regjistrim në. Pra, ata duhet shkojnë tani dhe të plotësojnë atë formular të regjistrojnë objektin e tyre. Pastaj do të kenë mundësinë të bëjnë aplikimin ku nënkupton një dokumentacion teknik që duhet të kompletohet, të shtohet dhe kjo do të jetë nga shtatori. Detajet e tjera do të informohen në komunat e tyre pasi që nga shtatori i këtij vitit fillon
periudha e aplikimit për legalizim. Ato që kemë mundësi që të aplikojnë. Liburën, falenderit shumë që ishe në emisionin tonë dhe informuat më detajisht qytetarët rreth regjistrimit, legalizimit objekteve të tyre. Falenderit shumë edhe për ju, falenderit për ftesën, por shpresoj që qytetarët do t'i përgjigjen kësaj ftese e kanë organizuar. Urojmë natyrisht, kjo është në të mirën e qytetarëve, në mënyrë që ata të cilët kanë ndërtuar paleje dhe dëshirojnë që ato objekte të mos i shohin të rënuara, të punojnë në të mirën e tyre, të regjistrojnë fillimisht objektin e më pas të presin edhe procedurat e legalizimit.